Marrëdhëniet brenda një grupi të strukturuar kriminal, siç është Paria e Tiranës, ndarë në disa grupe të ndryshme, nuk funksionojnë në mënyrën që funksionojnë raportet miqësore midis njerëzve apo raportet familjare. Në çdo raport të ndërsjell të një grupi të strukturuar kriminal, i cili për qëllim ka vjedhjen e shqiptarëve, funksionon duke pasur ajo që në anglisht quhet leverage, ose kundërpesh ndaj kundërshtarit, ose ndaj edhe aleatit. Ashtu ndodhi me zonjën Balluku, me ish kryetarin e Bashkisë Tiranës, i cili është ende në detyrë sipas gjykatës, zotin Veliaj, ishin miq armiq. E njëjta gjë po ndodh edhe me kryeministrin Edi Rama. Unë nuk di se çfarë po diskutohet atje, por ka dy gjëra që duhen thënë. Spari që tellallët mediatik nëpër media sociale të kryeministrit Rama, të cilët shiten dhe blihen për nga një tender ose për nga një vend, një rrogë në një televizion, kanë filluar të shpërndajnë një gjysmë mesazhi që veprimi i SPAK-ut ose i prokurorisë ose i gjykatës, themi që jemi të sakt, i gjykatës, i GKK-s, është i paligjshëm ose jo kushtetues. Pra ata do ta trajtojnë këtë si një çështje kushtetuese, paria të gjithë bashkë, dhe kjo bashkon edhe Edi Ramën edhe Sali Berishën, sepse të gjithë kanë frikë nga veprimet e mëtejshme. Pra do të thonë, kjo është antikushtetuese, duhet ta rikthejmë edhe një herë SPAK-un në kushtetutë dhe kjo do të jetë mbrojtja e tyre. Së dyti, unë e di që njerëzve ju intereson, thashë themi që a do të hiqet, si do të hiqet. Unë nuk dua të hyj në ato thashë themet e vogla, le ta bëj atë punë pjesa tjetër e medias së kapur, por në këtë portal që më lejon të them të vërtetën, duhet të thënë një diçka që është analitike. Dhe ajo është që thirrja e ish-ministrit të drejtësisë tregon që ata po kërkojnë një strategji të përbashkët ligjore për të dalë nga situata në një farë mënyre. Pra, unë mendoj që zonjës Balluku i kërkohet që të bjerë mbi shpat. Zonja Balluku nuk do të bjerë mbi shpat, sepse e di që në momentin që zbret nga pushteti të harrojnë të gjithë dhe të lënë në burg, siç është lënë zoti Veliaj. Por zgjidhje tjetër unë nuk shoh që të ketë pa rënë kryeministri. Duhet të thënë një gjë që mos ta harroj. Në një shtet normal, shumë kohë më parë që kurse u kap ministri i financave, që i cili është i arratisur nga drejtësia dhe akuzon kryeministrin për aferat të tmerrshme, të dy hajdut me një fjalë, qeveria duhet kishte rënë, ky kryeminist duhet kishte dhënë dorëheqjen dhe partia e tij duhet ta kishte tërhequr, në qoftë se partia do të ishte parti. Po në fakt është një sekt, siç e kam thënë në një emision tjetër më parë në këtë media, është një sekt që funksionon në bazë të mirave materiale që shpërndan kryetari, dhe nëse kryetari ju jep tendera, ju a blen gjakun me para, me tendera dhe me privilegje dhe me ofiqe, dhe të gjithë janë të gatshëm që të ulin kokën përpara çdo gjë. Pra, këto janë grupe kriminale që nuk kanë moral, dhe si e tillë do të sillet edhe zonja Balluku, edhe zoti Rama, edhe Sali Berisha është duke sjellë si i tillë, edhe Ilir Meta sillet si i tillë. Pra të gjithë që janë pjesë e Parisë së Tiranës janë pjesëtar të grupeve përkatëse kriminale dhe të një grupi sindikate të përbashkët ndërkombëtare të krimit. Duke qenë se Balluku ndodhet që prej mesditës në kryeministri, pra me orë të tëra, dhe më pas këtij takimi mes Ballukut dhe Ramës i është bashkuar dhe ish ministri i drejtësisë Ulsi Maja, sipas raportimeve në media, kryesisht afër medjave të ish kryeministrit Sali Berisha, bëhet e ditur se ky takim është shoqëruar me të bërtitura dhe sherrë mes Ballukut dhe Edi Ramës. Ju, duke njohur natyrën e Edi Ramës në këtë rast, si mendoni se po e negocion ose po e menaxhon këtë situatë ku tashmë duket se SPAK-u i është afruar shumë afër, po themi, ndryshe nga sa mund parashikohej? Unë nuk kam lidhje të drejtë për drejta as me Edi Ramën dhe as me Sali Berishën. Do t'i ftoja shikuesit tuaj që të gjykonin vetë vërtetësinë e deklaratave të Sali Berishës, sepse ai shpeshherë i hedh këto shashka dhe pastaj nuk i tërheq më. Por edhe nëse e marrim të vërtetë që aty ka tension, është normale që në një situatë të tillë ku i kërkohet dikujt që të bjerë mbi shpat, të ketë tensione. Pra do kishte qenë normale nëse është e vërtetë. Mirë, thelbi nuk është a ka të bërtitura në korridor. Thelbi është që ata janë duke u sjellë si grup kriminal. Në fakt janë përfaqësues të shtetit, janë përfaqësues e mi dhe të tut, sepse të dy kemi në shtetësinë shqiptare. Pra, kur prezantojmë atë pasaportën, si çdo shqiptar që paguan taksa në Shqipëri sot, ne përfaqësohemi nga këta
këta shkojnë në Bruksel, këta na përfaqësojnë gjithkund. Dhe këta janë kriminal. Kjo duhet për mendimin tim duhet ishte thelbi i mbulimit që të krijojë trysni mbi këtë pari. Kjo pari nuk mund të ta kaloj këtë me thashetheme politike. Pse erdhi Ulusi Manja? Po dihet Ulusi Manja është sekser ligjor, ka qenë ministri i drejtësisë, dihet që Kunati i Fatmir Xhafës është ai njeriu që zoti Berberi, dihet se si janë të lidhur me krushqira, dihet se mbesa e kujt është zonja Balluku dhe mbesa e kujt është ajo zonja tjetër Kokona që u kap para ca ditësh ose u shkarkua para ca ditësh, se nuk e mbaj mend mirë tani se u bën shumë, por pra kanë lidhje të tilla që paria janë të ndërsjell, janë lidhje të ndërsjella dhe duke funksionuar si grup kriminal ku e vetmja gjë që ka vlerë është paraja, ata nuk kanë as besë, as ideal, nuk i lidh asgjë tjetër përveç se këtyre raporteve. Ky është skandali. Skandali i vërtet është ky që shqiptarët përfaqësohen mjerisht për të gjithë ne nga grupe kriminale dhe nuk kanë zgjidhje as në opozitë, se të kishin zgjidhje në opozitë, hajde po nuk ka zgjidhje as në opozitë. Pra duhet një reformim i sistemit për me dalë nga ky qerthull. Përndryshe do të vazhdojmë të merremi me çfarë i tha Gridi Bardhi Gridit, kush hyri në zyri i pari, pse hyri aty, pse doli ai, që është shumë, domethënë e mban publikun të ndosur mbas televizioneve, por nuk jep zgjidhje, nuk është gjë e duhur për të informuar njerëzit, sipas meje, mendimin. Çfarë do të thotë kjo situatë ku është përfshirë qeveria shqiptare tashmë, ku numri 2 është goditur nga drejtësia, teksa ditën e nesërme do të mbahet një takim sa i përket procesit të zgjerimit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet në Tiranë dhe ku Shqipërinë e ka vizituar dhe po e viziton aktualisht komisionere e zgjerimit Marta Kos. Po kjo është një tjetër farsë, unë kam thënë dhe më parë dhe më duhet ta përsëris vetveten, vjen keq, po pyetja është në të njëjtën drejtim, vjen gjithmonë e njëjta pyetje, kështu që unë duhet të jap të njëjtën përgjigje. Procesi i të ashtu quajturit integrim evropian është një farsë e madhe, është një gënjeshtër e madhe, është një rrenë e madhe e cila bazohet në interesat e ngushta të Paris Tiranës për ta mbajtur popullin me propagandë. Nuk ka për të pasur, e kam thënë që në librin tim 2013, nuk ka integrim evropian për Shqipërinë. Nuk ka për të pasur kurrë. Çdo gjë tjetër është propagandë. Nuk ka për të pasur për arsye të caktuara. Në radh parë sepse Bashkimi Evropian i njeh këta se çfarë kriminalësh janë nga të gjitha palët. I ka provuar në raste të caktuara. Në radh të dytë sepse Bashkimi Evropian është në dizintegrim me sipër. Në radh të tretë është sepse jemi në kushtet e një lufte të pashpallur botërore dhe situata ndërkombëtare tani më është prioritare, pra drejton fatin e vendeve të vogla dhe të pafuqishme siç jemi ne shqiptarët. Mund të ketë edhe 3 ose 4 arsye të tjera nga pikpamja profesionale, të cilat unë nuk besoj se ja vlen t'i shtjellojmë, sepse publiku nuk kemi nge ta mërzisim publikun me argumente shumë të sofistikuara. Thënë thjesht, është një gënjeshtër, ka qenë gjithmonë një gënjeshtër, as ata vetë nuk e besojnë. Sepse po të hysh në mekanizmat e Bashkimit Evropian, nuk kanë bërë asnjë lloj analize se si a ju volit apo nuk ju volit. Bashkimi Evropian, po të shohim skandalin e fondeve të IPARD-it, të asaj zonjës ministri që do hapte universitet për Barinjt. Ai është një skandal tjetër, pra janë pezulluar fondet në këtë gjendje që jemi ne. Për çfarë flasin këta? Me këtë tallen këta që i thonë shqiptarëve kemi hapur kapitullin X, Y apo Z. Kjo është tani është e çuditshme se si nuk ka një revolt popullore ndaj këtyre lloj lajmeve. Se si njerëzit nuk e braktisin televizionet kur japin kësi lajmesh të cilat janë totalisht të rreme dhe nuk ka asnjë lloj shansi. Përveç të tjerave nuk është zgjidhje Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Për kushtet tona, ne kemi nevojë për një shtetkom të konsoliduar, ne kemi nevojë që të bashkërendojmë forcat tona me Kosovën dhe me të gjitha trojet e tjera shqiptare për të krijuar një shtetkom të qëndrueshëm. Ky duhet ishte thelbi i procesit politik. Mund të ndodhi mas 10 vjetësh, mas 50, mas 100, por kjo duhet ishte kahja e politikës shqiptare në të gjitha trojet shqiptare. Mjerisht në Shqipëri kemi të bëjmë me grupe kriminale, të cilat jo vetëm që nuk i duan shqiptarët, po i trajtojnë ata si sklever.